që bëhen, nuk bëhen në momentin e fitores, sepse dije që do fitoj se NATO ishte fuqishme. Por politikën duhet maserësh më tej. Petraj, ligjërisht qëndrojnë këto kallëzime, është efekti parashtrimit dhe përse akuzohet zoti Berisha? Nuk është efekti parashkrimit për raste të tilla nuk ekziston. Sidomos nuk ekziston sepse kemi vrasjen rrethana cilësuese. Është neni 79, 79-aja. Në fjalë janë vepra organizimi i grupeve të strukturuara kriminale që është 333 dhe 334, kështu që janë është në bazë të gjithë marrëdhënies të cilët do të ketë prokuroria dhe provat, pamjet fillimike ose element, dëshmi, fakte, të cilat ato janë pjesa kryesore e nisjes së një procesi, sepse nuk është e thjeshtë, kanë kaluar shumë kohë. Edhe shumë gjëra edhe janë marrë vetëm është bërë kallëzimi dhe kanë ngel në heshtje ose është bërë mos fillim, nuk janë regjistruar. 26-27 vite kanë kaluar shumë vite. I bie gati 28 vjet. I bie gati 27. Po, plus minuse, varet se ngjarjet kanë edhe një shkëputje një vjeçare 6 muaj. Kjo si vepër penale nuk parashkruhet asnjëherë. Sepse është vrasje rrethana cilësuese dhe në kuadrin e një grupi të strukturuar kriminal. Pra këtu bie sepse vepra penale është nga deri 20 vjet, 20 deri 25 vjet e tjera e tjera. Kështu që, por, do duhet... Dikush më shkruan ndjes, Petra, që janë mbi 200 vrasje. Informacione kisha 150, nuk merrem me këtë. Mbi 200 vrasje... Kjo është pjesë e kallëzimit. Mes fisëve, mes njerëzve, pa fajshme. Kjo është pjesë e 200 vrasje atëra... Jo, nuk është, vetëm 4 janë, me sa kemi parë. Këtu kalojmë në një situatë tjetër. Por që kemi edhe pjesën tjetër të provave të cilat është vetë organi akuzës i cili do t'i vlerësoj, kështu që i ketë të gjithë elementet të cilat struktura posaçme ka elementet dhe përgjegjësi ligjore që mund t'a filloj këtë si procedim dhe të filloj hetimin. Pra, kjo është fare e thjeshtë, parashkrim nuk ka. Është në 66. Është e përfunduar kjo e kodit penal. Kemi pjesën e cilësimit të veprës penale për akuzin të cilin ka bërë familja Aklaj, është vrasje rrethana cilësuese, janë të gjithë elementet brenda, kështu që por kjo do të varet nga kualifikimi i provave. Nëse provat janë bindse dhe dëshmit janë bindse, ka gjëra të cilat me të vërtet që implikojnë pjesën e strukturës, atëherë kjo është pjesa të cilën dhe unë mendoj që do të shikojmë një sfidë e re për sa i përket strukturës së posaçme, duke u marrë me një hetim që ka kaluar shumë kohë si dosje 21 janari dhe kjo, edhe si Gërdeci, janë dosje të cilat... Përse nuk është aq mirë dokumentuar sa ato. Po pra, jo, shiko, në përgjithësi të 2 dosje, apo 3, ndoshta edhe të 3, kanë element, mungojnë shumë element për sa i përket pjesës së dosjes. Në fjalë, e kemi folur për 21 janarin, kemi folur dhe për Gërdecin, kemi folur, tani po flasim edhe për këtë kallëzim penal. Procedurialisht, ligjërisht, kështu funksionon. Pastaj, se çfarë do bëjnë, se si do i nxjerrin, çfarë do kërkojnë, etj, por është një minë me sahat në duart e spagut. Pse minë? Kjo. Po kemi të bëjmë direkt me vrasje politike. Si është folur, si është kalkuluar, e gjithë situata. Në fjalë, kemi situata shumë të agravuara, po të mbajnë mend në atë kohë, dhe një gazetar, miku jon dhe kolegu juaj, Artan Hoxha, ka bërë një material të shkruajtur dhe me video e me plane të gjitha, të cilat në bashkëpunim edhe me Poli Hoxhën, të cilën janë nga të vetmit që kanë hyrë në kullën Haklaj. Pra Poli Hoxha i hyn te personazhet që ka qenë nga të vetmit që ka bërë reportazhin në kullën Haklaj, në atë kohë. Pra, se Poli është gazetar i vjetër, shumë i vjetër, dhe kështu që kjo ngelet marrëdhënia për të cilën tani shikojmë këto element ngelet në dorë të spagut. Mirë,